Përshëndetje, mirë se vini në episodin e radhës të FRPD Talks. Sot kemi një temë e cila lidhet ngushtë me çështjet më të rëndësishme të kohës sonë, liria dhe e drejta e të shprehurit. Protesta e fundit kundër censurës u bë një pikë referimi për të rinj dhe tregoi se tregoi pjesëmarrja masive e tyre, tregoi se zëri i tyre ishte më i fortë se kur. Dhe i ftuari ynë sot është një nga ata të rinj, i cili guxoi të ngrihej dhe të fliste hapur. Ndoshta e keni parë në rrjetet sociale, pasi fjalimi i tij u bë shumë viral. Ai është Oresti Berberi, është maturant në gjimnazin e Durrësit dhe aktivist në forumin e Partisë Demokratike në Durrës. Mirë se erdha. Dhe jo vetëm. Dhe jo vetëm. Mirë se u gjeta. Tash ç'a them, i njeriu i parë që po më thu emrin me i. Në çdo vend mundshëm Orest i. Gëzohem. Shumë faleminderit për vlerësimin. Orest, Jo, unë jam shumë impresionuar nga gjithë reagimi, nga gjithë bumi, thash, për ideja se çfarë po ndodh. Në radhë parë herë shumë suksese. Faleminderit shumë. Për podcastin, edhe hajde me këmbë të mbar, edhe u bëf siç u bëra unë para një dite. Viral edhe martët e realitetit që meriton. Tashim radhë dytë e protesta ishte një protestë kundër censurës, flasim të drejtën dhe realitetin, kundër censurës dhe jo pro TikTokut, si thon, sepse si TikToku ka dhe 100 aplikacione të tjera. Mirë, po TikToku është ndryshe. Dakor, meqense TikToku është bërë shumë i përdorshëm edhe është i diferencuar nga ato të tjera. Është një akt censure i iniciuar nga qeveria sipas asaj që ne e besojmë dhe e kundërshtojmë. Ai fjalimi, për sa i përket atij fjalimi. Tani, më fal, do na thuash, kishe përgatitur fjalimin apo jo? Shiko, ti je i sinqert. I sinqert fare ishte i pa përgatitur. Sepse ti dole pa letër dhe kjo i impresionoi të gjithë. Shiko, unë zakonisht. Në vërtetë ne të kemi më fal që ndërpres ne të kemi përmend edhe podcastin që shkoi pandej në këtë. Jo. Edhe je i ftuar Joni i parë. Po. Edhe kjo është një bika për ne. Bika për ju. Edhe shiko, sa i përket atij fjalimit nuk ishte fare përgatitur. Unë atë ditë kisha erdhur siç e pat me çantë, me kapele, shumë sport. Atë kapelen ku e ke? Atë kapelen e kam, po e lasha ne. Ne po të prisnim me kapele. Po u bë pjesë e imazhit. Po shikoja një dy komente në TikTok. Qa ka këtë kapele, dalin flasin për të rinë me kapele. Dhe thash, po dali herë thash shohim. Qa e kisha të kapele? Shiko, duke qenë shumë spontane, duke qenë shumë direkt improvizim, ishte i fjalë e Besit, Oresta do dalësh flasësh apo të flasin të rinë. Po më thash, edhe unë si them një jo, fjalimeve. Zakonisht çdo fjalim që dal pa. Edhe në të vërtetë Besi e bën këtë gjë, domethënë edhe mua më ka kapur shumë ngushtë duke më thënë dil mund të flasësh edhe këtë gjë. Të jep përgjegjësi në dorë dhe po nuk ishte hera jote e parë që Oresti ka bërë një fjalim. Për gjithë që na ndjekin, unë Orestin e kam njohur tek rrugica e Shpresës, siç kam njohur gjithë partinë, kur vjen puna tek rasti im personal. Sa vite ke që merresh? Kam 3 vite afërsisht deri nga viti. Oresti ka 3 vite që merret, por unë vetë e kam njohur në për ato fjalimet që elektrizonte të gjithë mbështetësit që mblidheshin poshtë balkonit të doktorit. Madje në ca raste më vinte edhe mua kur e dëgjoja që ore jemi në një formë proteste, solidarizimi apo jemi në luftë. Batalion ushtarak. Vërtet. Po ndonjëherë protestuesit e kanë atë nevojën të kenë pak frymë luftarake. Shiko, në rrugicën e Shpresës ishte doktor Berisha i arrestuar në arrest shpjak. Po. Një akt censure. Jo akt censure, ishte akt lufte. Duke qenë akt lufte, për ne ishte luftë në ato moment se nuk kishim liderin, nuk kishim generalin kryesor që na udhëzonte në luftën kundër qeverisë. Dhe normalisht si luftë që ishte, duhesha një motivim edhe fjalimet luftarake, e kupton ti? Meqense e parashkove si luftë, po që normalisht deshte njerëzit motivim, çdo gjë ishte spontane, çdo gjë ka qenë spontane, ka qenë emocionale. Megjithëse është gabim, por unë e kam emocionale gjithë fjalimet. Orest, do të drejtoja një pyetje, si lindi dëshira për të bërë pjesë e politikës, pasi ti je maturant, ke 3 vite, domethënë ke qenë një moshë relativisht të vogël. Tani s'do ta thrasim me Orest, Zoti Berberi.
S'ka kohë për të bërë zotëri, jemi akoma zotërushë. Shiko, që i vogël më të shikosh parlamentin edhe të bësh tifo për Berishën në parlament, edhe don që i vogël 7 vjeç, 8 vjeç, 9 vjeç, ka parlament. 7 vjeç. Gjithë shikonin Kukulla, unë shikoja parlament. Gjithë shikonin Bentenin, Supermanin e këto, unë shikoja parlament, shikoja Berishën, shikoja protestat, indisha. Do ishte ai adrenalina e protestave kur ndodheshin te kryeministria. Flamuri blu mbas kurrizi. Patjetër, edhe ato protesta që ishin ato skelat, se tani nuk I vjen me ato skelat e kryeministria, ishin ato skelat e kryeministrisë që nuk lejosh të hyje ke dera. Dhe sa herë rrezoheshin ato skelat, bërtisja më të madhe, ishte I lloj adrenaline. Kurse tani sa më shumë të rritesh, aq më shumë do kuptosh nga politika, është thjesht një pasion I imi edhe ambicie patjetër. Mirë, ti akoma je I vogël. Po unë tash I vogël më zotëruar, sa tash zotëruar normalisht jam I vogël. Nëse unë dhe Oresti jemi të dy maturant, Oresti është maturant në Durrës. Unë jam maturant në Tiranë dhe mira shtatore deri për ne thotë shfaqim I madh. Mirë keq ndajmë shqetësimet sepse jetojmë të njëjtin sistem arsimor, të njëjtin sistem shëndetësie, të njëjtin sistem lidhje rrugësh dhe deri diku e kuptojmë sado që jemi në dy qytete të ndryshme, hallet I kemi të njëjta. Unë kam patur gjatë historisë time dhe disa forma presionesh, herë të mëdha, herë pak më të vogla në gjimnaz. Po nuk e di, ndodhin këto në Durrës? Diçka sa më kujtova presionet. Nga 2023, fushata e 2023 për kandidat për kryetar bashkie, në Durrës ka qenë kandidati Glicara. Dhe sa po nisi fushata në atë kohë dhe erdhi kryeministri bashkë me vetët, patjetër Durrësi ishte piketimi I parë që mund të humbte Partia Socialiste. Por që në momentin që erdhi dhe nisi fushata, ndodhi një gjë që u fu tabela që ishte motivi I fushatës vetëm përpara dhe kur mbrapa. Domethënë unë pa pyetur askënd, pa u iniciuar nga askush, prap vet spontane gjitha, në momentin që sapo mbaron mitingu I Ramës, e marr, bëj një video, shkoj direkt te vendi ku është vënë tabela dhe e hedh në tet. Që aty, domethënë urez virale. E ke story këtë? Patjetër, e kam parë. E ka shpërndar edhe Besardi. Dhe më pasaj është shpërndar në gjithë rrjetin e patronazhistëve, u montua një video në atë kohë. Nga ajo video më pas u hodh tek Joqë, jeta është shef. Po I riu që dëmton plazhin më duket? Po, dëmtova plazhin me tabelë dhe aty nisi plazhin. E ndota. Po njerëz nuk shikonin sepse aty ishte rëra, po gjithsesi ishte shumë. Ajo është një ndotje e madhe që ti bën jetës po nuk Marinës Durrësit. Florën dhe faunën. Pa diskutim. Edhe në shkollë pata presione. Nuk jo personalisht janë bërë telefonata drejt Partisë Demokratike në Durrës që këtë djalin ne do ta ngelim, këtë djalin ne do ta përjashtojmë, këtë djalin ne do t'ia nxjim jetën në shkollë, ky do marr vetëm 4, ky do ngelim. Zakonisht fati mirë që në shkollë mbi 60% e mësuesve që I kam njohur personalisht kanë bindje djatha. Bëhet si bërë shkolla Tani e di që nuk ka të bëj. Oresti është në shkollë muzike dhe në fillim të trajnimit të shkollës politike ti na ke luajtur saksofon. Saksofon. Domethënë Oresti është I apasionuar dhe mbas instrumentave dhe mbi të gjitha di ta bësh gjën që bën. Patjetër. Shiko, ka të bëj diçka. Artistët janë shpirt lirë. Edhe që janë artistë shpirti lirë, nuk pyesin shumë, janë rebel, të revoltuar. Normalisht nuk është se pyesin shumë kush është në qeveri apo kush është. Patjetër. Dhe normalisht nuk marrin lehtë urdhra. Dhe që po thoja, nga ai moment aty nisën presionet, aty nisi realiteti dhe me sa duket, auguri I parë 2023 është ripërsëritur prap në fushatën e 2025-s që ndodhi kjo para. Prap duan të ngelim. Jo, kësaj radhe jo. Çfarë do të bëjmë kësaj radhe s'do më lapin problemet e maturës. Dëmtimi I madh, pse s'po atë? As kupton. Ja pra qeveria si I zhvillon të rinjtë të vet, I le parsim. I le pa gjimnaz. Shko, zakonisht ata pa arsim shkojnë drejt Partisë Socialiste. Drejt flasim me realitetin, po dëgjoj, jo vetëm ata pa arsim, se ne kemi edhe student nga Oxford, Harvard, që I bashkohen Partisë Socialiste. Po, patjetër kanë qenë komshinj me Oxfordin dhe Harvardin. Po, dhe sot I ke në lista të mbyllura se I kanë bërë like ai Tiranës.
Dhe vendosim shiu. Ora, hajde bëjmë dhe ne në shkollë Oxford, Harvard. Po ja do ikesh ti. Me kismet. Kur kujton te Oxford i Harvard, më kujton fix atë golemçaren i thonë nga zona Gjuzi. Ilva Gjuzi. Ne nuk e kemi të individi sa e kemi të fenomeni. Shiko, nuk e kam të individi, po zakonisht unë flas bam mirë, kujton dën. Shiko, patjetër mo, edhe domethën, e tha vetë në një intervistë në një portal Durrës, në lokal Durrës, e tha pa pikën e problemit që rrofshin lajkat e mia tha që u bëra zëvendës ministër. Se pas kam dëgjuar. Jo, që u futan listë. Që u futan listë. Rrofshin që i bëra lajka e Tiranës, se u futan në listë. Kjo është kandidate në Durrës. E sigurt në Tiranë. Në Tiranë. Kjo është teklisë e sigurt. Pa, okay, po. Kjo është automatikisht deputete e Parlamentit të Shqipërisë që nesër mund të zvendësoj shpirtërisht e listës përpari. Është modeli. Ç'a mendimi ke Ores për pse nuk e bëjmë ne si të rinj të forumit të PD-s lëpirjen e civilizmin? Shiko, ka patur dhe PD, po nuk janë më. Dhe ne zakonisht ka patur dhe do ke, po ne nuk e kemi kaq theksuar dhe s'do ta kemi kurrë. Sepse ne nuk e bëjmë në publik. Po kush e bën? Po si e bën njëri tjetër? Të flasim sinqerisht tani, shikon, unë e kam thënë, e thash edhe në një emision tjetër që e kam dola dhe thash në Partinë Demokratike në 12 vite, se ne jemi në opozit. Kur ti jemi në pushtet lart, do shikosh që do ketë thënë normalisht. Pa diskutim. Ne po i presim pra hapur në forum. Dhe Besarti më ka thënë gjë shumë të bukur. Ne morëm vulën, edhe unë kam çuar një mesazh. Thash tani ki kujdesesh nga servilet edhe lëpisit. Ora vlla, bujrum tha ti vëm punë. Bujrum tha i jap mesit punoj dhe të ecin përpara. Ç'a ti bën zoti mbaj tha hopa në krah, edhe ishte një nga mesazhet më të bukura që e kam marrë. Nëse i vën punë patjetër që edhe servilet të kryen hall. Po. Si i thon fjalës. Por që ne si racë, më falni për fjalorin, se janë lutem pak më kujdes. Yes. Ne si individ në Partinë Demokratike nuk e kemi për zakon. As servilizmin, as lëpirën. Edhe prandaj jemi këtu. Kjo më sa duket na ka lënë këtu ku jemi. Dgjoj, ne dhe nuk e kemi sepse që nga gjeneza jonë jemi produkti studentëve të lirë të dhjetorit 90-s. Produkti atyre studentëve që ishin gati të jetë në jetën e tyre, i dolën me gjoksin përballë tytave të ushtrisë për çdo gjë, për liri, demokraci, e për ta bërë Shqipërinë si gjithë Europa. Ne kemi akoma dhe sot aktivistë të forumit rinor që kanë çështje nëpër gjykata, çështje nëpër polici, dosje të hapura, dosje të pa gjykuara akoma dhe vazhdojnë akoma edhe pse në opozitë vazhdojnë rrinë në Partinë Demokratike, edhe pse është premtuar që të mbyllen ato çështje dhe të bashkohen me Partinë Socialiste me parti të tjera. Gjithsesi pra vazhdojnë të edhe unë kam vënë re këtë gjë që në fakt ne me bindje të djata nuk e ndrojmë për kollaj partinë. Sepse ne, shko, partia jonë nuk është parti. Ajo nuk ka lindur si parti. Nuk e ndrojmë bindjen. Dakor, po ajo nuk ka lindur si parti, ajo ka lindur si frym, ajo lindi si shkak të nevojës të vendit në ato kohë për. Dhe ajo frym vazhdon akoma. Unë në një postim në Facebook se ndryshe nga shumica e brezit tim, unë përdor Facebook. Unë jam rënd në Facebook. Jo, kam filluar e përdor Facebookun nga që gjithë politika ndodh në Facebook. Do edhe ky like. Ore, unë jam mirë në Instagram, Facebook nuk e di. Jo, Instagram jam. Në Instagramin nuk e kam përfshirë shumë me politik, sado që detyrohesh her pas here, ndërsa Facebookun jam totalisht politik. Instagrami duhet për gjëra të tjera. Do kemi një foto të bukur, në ideale. Prandaj dhe unë. Por në një postim Facebook mend kam shkruar duke ka qenë mbas daljes time në një media, se thashë mos i arrestimi po jo, i velie. Nëse dim mbas Top Story. O Top Story to opinionet dhe kam shkruar mbas Top Story aty e mora të vrullën te Facebook se kam vënë. Nëse po them që kam bërë një shkrim që kam thënë me të gjithë mirat dhe të këqijat që ka pasur Partia Demokratike këto vite, ne kemi patur një veti, ne kemi qëndruar. Dhe jemi akoma sot, dhe ne kur dalim në shesh akoma flasim për liri, demokraci dhe për ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa. Dhe unë kam thënë në 12 maj, ditën që Partia Socialiste do të humbi, mbasi të numërojnë votat, se humbja do i ndodhi në 11, të rinjtë e PS-s do t'i përfshin mendimin tim një luftë shumë e egër sepse ata nuk shoh që ti mbledhi diçka. Një sekond, kjo do përfshi? Të rinjtë e Partisë Socialiste. Do t'i përfshi një luftë e brendshme?
Po një luftë ata nuk kanë ideale dhe nuk kanë një busull ideologjike. Njerëzit që nuk kanë ideale dhe busull ideologjik nuk nisin luftë njëri me tjetrin, po thjesht e braktisin atë. E lën varkën të mbytet. Mimi, po interesa mund të kenë akoma ata me Partinë Socialiste, këtë mos e thuajti. Atje mos e kanë bashkitë ata. Unë mendoj këtë që sapo do gdhi 12 maj që të nuhasin humbjen e Partisë Socialiste. Ora aty do filloj një lloj debati, një lloj sepse ti thuash a jeni për të majt, nuk janë të majt. A thua ti thuash jeni komunistë, nuk jemi komunistë. Do filloj pikërisht njësoj si lufta e Trojës. Me Helenën edhe me Akilin. Ata e kanë një, po do dalë edhe një Akil aty pasaj që do luftoj për Helenën ideja është një telenovele turke. Patjetër. Dashuri në rast se Rama që ndron kryetar opozite, hajde ndoshta mund të shtyhet si do shtyhen 4 vite. Po iku dhe Rama. Po iku dhe Rama. Unë po shikoj më doli në Reels Instagram Belinda Balluku që thoshte ne nuk kemi parti tha. Ne kemi Edi Rama, dhe ne jemi shokët e Edi Ramës. Dhe ishte bërë kat një sekuencë e Partisë Komuniste një këngë që thoshte Partia e shokut e Enver, ne jemi shokët dhe shoqet e shokut e Enver. Mbytja copy paste e kupton, as një kuptim dhe pas një esencë. Boshti tyre ideologjik është më i fortë se jo. Flasim realitetin. Sepse besnikëria dhe përullësia atyre po, por neve kemi ideale më të forta. Ne kemi bindje. Ne kemi ideale tona, ato kanë besnikëri. Ata nuk e tradhtojnë ylli me 5 cepa. Patjetër më që nuk e tradhtojnë, por ka një gjë, të djathtat e quajnë bindje, ata e quajnë ideologji. E verë shpesh edhe nga politikanët e deputetët e Partisë Demokratike që përdorin ne kemi ideologji. Jo. E majta ka ideologji. Ne kemi bindje. Këshill nga ana ime. Po ajo duhet parë, duhet futur, duhet kontrolluar. Kurse ideologjia ka një boshtë ideologjik, besnikëri me njëri tjetrin që nuk e kanë praktikosur që nga viti 44, edhe sot e kësaj dite thjesht kanë ndruar 4-5 herë emrat, kanë bërë 4-5 kongrese dhe janë po të njëjtit njerëz, po të njëjtit nipër, mbesa, familjar, trashëgimtar të asaj partie. Dhe nuk e praktisin lehtë njëri tjetrin. Ka lufta të brendshme patjetër, po që nuk e nxjerrin asnjëherë në publik. Ore më falë, devijuam shumë. Ore me fjalimin ç'a bëm? Me fjalimin? Edhe ç'a ishte ai momenti se ne ja kemi përmendur? Ç'a ishte ajo? Ajo Besar Xhafer. Ne pyetëm protest për ne pyetëm Besin a e dha përgjigjen e tij shumë të saktë, po duam të shikojmë si e ke parë ti. A e pe një herë apo jo? Të jap përgjigjen siç e do Karloja, është Besar Xhaferi. Kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike ka dashur të më censurojë. Lajm. Sepse bëjeni gati. Unë marr vendin fugën telefon sepse Orez Berberi përmendi bufin e Knetës dhe Besar Xhaferi ju intimidua bashkë me doktorin. Dhe ore ti e pe Besin që ta bëri atë apo nuk e kam parë. Pasi ja kam ide, se ç'a ishte. Biles kur e kam parë, kam çu Bes, ç'a është kjo? Besa ku ti gjor më vallë thjeshta, po ta bëja me shenjë në sensin se do zgjatej. Në sensin që se po e zgjasje tha dhe ishte shumë mirë dhe deri aty ishte okay, domethënë gjë që mos të vazhdojmë më sepse ishte e koce mesazhin edhe ishte çdo gjë e qartë dhe ishte çdo gjë okay. Domethënë Besi është këshillues me të rinjtë, domethënë po nuk e njohin. Në momentin që nuk e njeh di këtë do gjykosh ose para gjykosh. Po Carlo Bolini do bëj të vetën me robazë normalisht, kanë makineri të veta. Orest, unë dua të drejtoj një pyetje që kam vendosur t'ja bëj çdo të ftuari që është i ri. Ne folëm për ty që merr pjesë në çdo protestë dhe sipas mendimit tënd dua të dim pse shumica e të rinjve ose pjesa më e madhe të rinjve shqiptar hezitojnë të bëhen pjesë e një proteste, qoftë politike, qoftë sociale. Shiko, të marrim pak thelbin e Tiranës edhe pjesës tjetër. Në Tiranë është më e thjeshtë. Mjafton 3-4 të rinj, 3-4 të rinj që kanë 3-4 grupe shoqërore me njëri tjetrin që në mbledhin disa herë bën një protestë bukur në Tiranë. Në rreth është më vështirë, duke qenë se unë jam pjesë e qytet i Durrësit, aktivizohem aty, është tjetër vështirë. Sepse mentaliteti i mbyllur, mënyra mesazhet që japin mediat e qeverisë dhe ndodh një gjë, ndrydhja dhe frika. Unë vura re një gjë, tek fjalimi im, mbas fjalimit tim, shokëve të mi, miqve të mi, mamit, babit
vetes time, shumë të tjerëve, i vinin mesazhe në telefon të atilla që thuaj të ruhet, do ta rrahin, do ta godasin, ky s'është në Terezi, ki kujdes, noc rrokun me pak. E kupton? Edhe thash mos e përmend. Nuk ju përmbaj dot. Domethënë, kanë krijuar një diçka të tillë që kanë mbizotruar frikën. Pra duhet dikush që të dalë thotë jo, frika nuk ekziston. Domethënë, kërcënimet, presionet, idiotësitë që flasin, se këta mund të të bëjnë ty në një gjë të keqe, se mund të të dëmtojnë, se mund të të rrajnë, nuk ka shanse në botë kurrë. Nëse ti je i bindur në atë që thua, nëse ti nuk ke frikë, nëse ti do të dalësh, të flasësh, apo të protestosh më, po kërkush më nuk do të gjysmë fjalë. Biles do kenë më shumë frikë nëse ti ngrihesh. Është si puna deleve. Nëse një dele del nga tufa, do ikin të gjitha. Po nëse asnjëra nuk del, gjithë delet do rrinë në tufë dhe marrin bariun në krye. Vërtet. Ore sot, si e shikon të ardhmen tënde pasimet maj? Të ardhmen time pasimet maj po njësoj më. I aktivizua politikisht, si në humbje si në fitore me Partinë Demokratike, me bindjet e mia të djatha, kurrë me Partinë Socialiste, kundërshtarit tyre deri sa ta di Zoti se ku do shkojmë. Domethënë, kundërshtim në bindje, ide, mendime, normalisht jo luftë me njëri tjetrin, normalisht nuk mblidh asnjë gjë me ata përveç të qenë njëri. Nësa bindje politike ne ndajmë njëri tjetrin. Mbas 11 majit, angazhimi të garantoj të jetë më i madh. Akoma dhe më i madh. Nëse do jetë ashtu siç është pamundur të ndodhi, do jetë akoma dhe më i madh. Sepse dhe më lutara. E the mesazhin, se ke një vetim e thua mesazhin dhe e zgjat. Angazhimi më i madh dhe normal do jetë më i madh sepse mbas 11 majit do jesh në shërbim të njerëzve banorëve të Durrësit dhe të gjithë banorëve të Shqipërisë. Të marrë shkollën njerëz. Po patjetër. Të marrë shkollën edhe. Fjala jote do dëgjohet. Pastaj në qeverinë pas 11 majit besoj që të rinë do kenë një peshë shumë të madhe. Ore, shumë faleminderit që u bëre pjesë një prej episodeve tona. Edhe faleminderit ftesës tuaj. Historia jote është një shembull i qartë që zëri yt të dëgjohet. Kështu që ta japim edhe ne mesazhin tënd. Ore, vetëm përpara do të bëja vazhdo. Çfarë mesazhi do të japim ne? 10 sekondë. 10 sekondë gjë. Përpara me pushtetin ka qenë slogani i Partisë Demokratike në 2013. Ne jemi ndryshimi përpara. Ky e mori bëj vetëm përpara, domethënë jeni rregull ti. Ore, ne jemi ndryshimi përpara. Doja të thoja që kur të rinë ngrenë zërin, shoqëria ndryshon. Patjetër, falenderojmë gjithëve. Dhe mbyllim. Do ju ndjejmë episodin e radhës. Mirupafshim.